4 të rinj humbën jetën pasi u dogjën në këtë makinë që shpërtheu në flak pasi u përplas me një betoniere në aksin Fush Kryvor, siç tregojnë këto pamje. Viktimat u identifikuan si Enej dhe Erlin Laçi, 25 vjeç, vëllezër, i afërmi i tyre Andi Laçi, 22 vjeç, dhe Enriket Kurti, 24 vjeç. Shënimi i fundit që lanë në rrjetet sociale ishte se po ktheheshin nga Rinasi për në fshatin Borizan, ku banonin të gjithë, por në shtëpi, fatkeqësisht, nuk arritën të mbërrinë të gjallë, pasi u shkrumbuan bashkë me makinën që drejtohej nga 25 vjeçari Enej Laçi. Në këtë pikë të rrugës, mjeti ku ata udhëtonin goditi nga pas këtë betoniere të parkuar buz rrugës, që edhe disa orë pas ngjarjes mbeti aty e pa lëvizur si dëshmi e aksidentit. 4 të rinjt mbetën të bllokuar brenda mjetit, ndërsa përhapja e shpejtë e flakëve në makinë, që sipas raportimeve ishte me benzinë dhe gaz, u mori jetën në vend. Agjentët e patrullës së parë të policisë që mboritën në vendin e ngjarjes nuk mund të bënin asgjë për t'i shpëtuar, ndërsa kur makina zjarfikse mboriti, vetëm fiku flakët që vijonin. Për të nxjerrë trupat e pajet u kërkua ndërhyrje me mjete prerëse. Aksidenti me bilans tragjik dhe një herësh këmban alarmi për sigurinë rrugore u shënua pak përpara mesnate pranë fshatit Fush Prez. Policia konfirmoi se betonierja që kishte dalë nga një pikë betoni jo shumë larg vendit të aksidentit drejtohej nga 24 vjeçari Aleksandër Krashi. Ky i fundit pas aksidentit tragjik u largua nga vendi i ngjarjes, por disa orë më pas u lokalizua dhe u shoqërua në polici, ku është marrë në pyetje për dinamikën e aksidentit. Dyshimet janë se makina ku udhëtonin të rinjt mund të ketë qenë me shpejtësi të lartë, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar nëse betonierja kishte sinjalizuar sipas rregullave daljen nga rruga dytësore në atë kryesore, çka mund të ketë ndikuar në përplasjen fatale. Ekspertët e policisë rrugore fiksuan prova dhe bën matje në vendin e ngjarjes për të arritur në përfundimin për shkaqjet e përplasjes që i mori jetën 4 të rinjve.